Suçkat si ato të tua nuk gjendën në dynja. O hlum ajo që i ka shijuar, frikë nga vdekja jo nuk ka. O fal me djalë ti puth një herë, që ta shuja të sevda. Ose më mori mendjen time, e të qetë jo së më la. Syçkat si ato të tua nuk gjendën në dynja. O lum ajo që i ka shijuar, frikë nga vdekja jo nuk ka. O fal mi vashti puth një herë, që ta shuja të sevda. Ose më mori mendjen time, e të qetë jo së më la. Mos më mundoh moj nëna, mos më qërtoh moj nëna, si se zama ka shtënë me synë e saj të zi. Mos më mundoh moj nëna, mos më qërtoh moj nëna, si si u ma ka shtënë me synë e ti të zi. Që ka mendjen veç tek ty, shkatare më jeti për verën e që pofi. Sa të deshta më lalka ty, që ka mendjen veç tek ty, shkatare më jeti për verën që pofi. Haydi vjen, haydi. Që ka mendjen veç tek ty, shkatare më jeti për verën më që pofi. Përshëndetje shqiptar, përshëndetje miq të nderuar, kudo që jeni në të dy rrjetet e Radio Televizionit të Maqedonisë, servisit në gjuhën shqipe. Jemi edhe në një kompromis të dashur miq, jemi edhe në një talk show, në një spektakël televiziv, të cilin u amundësojmë ne dhe vetëm ne. Me mua si zakonisht do t'jenë më të mirët e mi, Jehona Shaqiri, gitar dhe vokal. Shkelqimi në synth. Meri Bleni në klarinet. Dhe Besnik Gjelozi me bateri. Zemra ime,
sonte do të ndrojmë pak, do të shkojmë ma folk, ma populore, ma hareshëm. Doja dalim? Me knatësi. Pa tjetër. Atëherë pa humbur kohën do të aftoj mysafiren time të parë. Një këngëtare jashtëzakonshme, çdo herë e hareshme, çdo herë pozitive, zonja dhe zotërik në kompromis, Ganimete Aslani Special nga Mitrovica. Hajde Ganimete. Ganimete, mirë se erdhe. Si e? Mirë, faleminderit. E freskët e bukur e mirë të mban burri apo vetë mbahesh kështu? Pak burri, pak vetë mbahem, pak gjitha ka pak. 50-100%. Po. Gane pozita nëmër 1. Faleminderit shumë. Dhe mysafirja ime dytë në kompromis vjen nga Prishtina. Edhe ajo si ganja është me hereshme, është këngëtare jashtëzakonshme dhe në kompromis zonja dhe zotri vjen Merita Bunjaku. Hajde Merita. Merita, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Si e? Mirë, faleminderit. Si është Prishtina? Mirë, shumë eftoft. Punë Me plot? akull, punë sa dush. Po tash, dimrit, eftoft, verës është e nxehtë, Prishtina është E ka Prishtinë. lezitën e vetë. E duam ashtu si që është. Urna ullu. Vajza, si jeni? O, faleminderit për komplimentin. Mirë jemi, Unë mirë. gjinin femërore gjitha i quaj vajza, sepse dhe unë kam vajzë dhe dua çdo herë t'jeni vajzat e mira, sepse ju jeni edhe vajzat e dikujt. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gane, qa ka treka Mitrovica, qka u bo me qatë murin, qka u bo me qatë terenin, po thojnë Gana u konë kryesorja ajo që i ka bu këto probleme. Si është Mitrovica, Gane? Mirë. Ne jemi artist. Nuk na lejën vetë profesione që ja kemi dediku vetës tonë me u marrë me çështje politike. Ato e çështje politike edhe neve se kemi ndërmend me u marrë, ne jemi të popullit. Shpresojmë që për popullin, po, shpresojmë që populli për popullin të bëhet një jetë më e mirë, më e lehtë, edhe të punohet për popullin. Kjo është më rëndësi për neve. Hajde dhe një pyetje tjetër, dhe thash, ne jemi artist. Po, ne spërzihemi në politikë, politika përzihet me neve. Si jetohet, është mirë, është qetë, është... Se mediat do njerë dinë dhe ti zmadhojnë gjërat. Të mban gjithmonë në ethe, të mban pezull çështja e Mitrovicës. Jo rasesht, sepse dihet arsyeja pse. Është minjera Trepça, është pasuria, është vende, është strategjia, Kosova si vend strategjik, Mitrovica si vend i pasur, natyrisht. S'po din, jetojmë, normal që jetojmë, mirë po nuk është që zgjohemi, në mëngjes edhe nuk e kemi atë frikën se ndoshta sot ka menduar diçka ose diçka e papritne. E kemi atë stresin që mirë po prapë se prapë jeta zhvillohet. Zhvillohet gjithçka në kontinuitet me kohën. Funksionojnë shkollat, funksionojnë institucionet, funksionon gjithçka. Po flas për pjesën jugore, ku edhe unë vetë jetoj, funksionon gjithçka. Bukur shumë, ne jemi mësuar edhe me të këqia, edhe me luftra, edhe me gjithçka. Andaj një këngëtare jonë e madhe thot, pa mbaruen dje me qika, jo nuk ndahet Mitrovica. Shpresojmë. Asnjëherë. Shpresojmë se nuk do të ndodhë. Asnjëherë. Merita, Prishtina është pak ma e zhurmshme, është pak ma qetë. Prishtina Live nuk ju intereson kur se çka ndodhë Mitrovic, në Drenic, në Shkup, në Ferizaj. Do shta gaboj? Gabon. Për kuntrazi, Prishtina është një vend ku gjithmonë një zhvillun qaret të mëdha. Protestat, shumicën e rasteve për paknaci që ka zakonisht zhvillohen në Prishtinë. Është e vërtet, Prishtina është një vend i zhurmshëm, shqyqyr që është i zhurmshëm, edhe në ashtu du jetën, një jetë pak ma gjallë, një jetë pak ma dinamike, rrjedhin gjanat. Bukur shumë, bukur shumë.
Prishtinën e duam gjithë ne. E duam gjithë ne, po kjo ishte sa për shaka pak se ne jemi një për gjithë, gjithë për një. Kështu jemi ne shqiptarët, ndoshta jemi pak më ndryshe. Duhet ishte. Jemi pak më ndryshe se tjerët, po ne jemi këto edhe nuk mund t'jemi më ndryshe. S'mundesh me qenë indiferent, për shembull unë po lidhem me rastin e Mitrovicës. Asesi nuk mundet me qenë indiferent asnjë qytetar i Kosovës, ndosë kemi diçka në ngjarje që zhvillohet, diçka jashtëzakonshme zhvillohet në qytetin e Mitrovicës. Po tash urojmë që janë organet, institucionet që do të zgjidhin këto probleme. Ne shpresojmë që koha punon për ne dhe ne do t'jemi fituesit e Ballkanit sigurisht. Gjithsesi, urojmë. Gane, ke lindë, je rritë në Mitrovicë apo je martu në Mitrovicë? Jo, unë jam e Mitrovicës, kam lindë dhe jam rritë në Mitrovicë. Më intereson fëmiria jote. Fëmiria ime, dhe me thanë, kam kry klasën e parë në shkollën fillore Abdullah Shabane, në Mitrovicë. 2 vitet e para të shkollës mesme, ne i kam kry në gjimnazin e atëhershëm, tash të quajtur Silvira Tomasine, ndërsa në 2 vitet e fundet, i kam kry në pjesën veriorit Mitrovicës, në Zveçan. Mos thuj serbisht. Në vitet, orna? Mos thuj serbisht kemë si. Jo, kanë qenë degt të cilat kanë qenë të ndara, kanë qenë pjesë e gjimnazit, mirë po kanë qenë të ndara për shkak të lokacionit, se s'ka pas mjaftueshëm lokacion gjimnazi, atë shumë nxënës, atë shumë kemi qenë si gjenerat në shkollën e mesme. Edhe kemi qenë drejtimi matematikor, drejtimi biologjisë, drejtimi 3-4 drejtime kemi qenë, që kemi qenë, unë kom qenë drejtimin matematikor. Është e çuditshme për ty, Gane, shkencat natyrore, zakonisht artistët nuk i duan, unë për vete se kam dashur as matematika, as kimia, as biologjia. Këtë ma thonë plot, mirë po që ndodhë, ja që ndodhë. Unë kam qenë. Të gjithë ne nuk jemi rritur me saltanate, me kushtet mira. Gjithë ne kemi pas një fëmiri paksa të varfun, por që ka qenë e lumtur. Ka qenë me ty kjo, me familjen tënde, sa fëmijë keni qenë. Ka punu veç baba, se zakonisht e në shqiptarët punojnë babalarët, edhe deri tash në kohën të fundit. Femra ka fillu vonë të integrohet në... Kemi qenë si familje, jemi përbër prej 9 antarëve. 7 fëmijë, baba dhe nana. Kemi qenë jemi 4 motra, edhe 3 vllazën. Prind nuk jetojnë ma. Mirë po si familje kemi qenë shumë të lumtur. Për shkak se atë ngrohtësin, dashunin normal që ta jep prinde, edhe ne kemi pas fatin se jemi rrit me prind, shtatit. Pavarësisht që tash nuk janë, normal që ja u dim vlerën çdo ditë që çohemi me ta, me prinde, normal. S'ka ditë që nuk shkon mendja si te baba, si te nana. Mirë po, çka është më madhështoria është se jemi rrit në një ambient të ngratë, familjar, ku është punu, është lexu, është këndu, është gjithçka që ka qenë e mirë si për familje, si për kombin, gjithçka na është ofruar në tryez. Kjo është me rëndësi shumë. Nga njëherë ja bëj pyetjen e vetvetes, pyetjen e njëjtë ja bëj vetvetes, unë si prind, ka shi fëmijëve të mi, ku jam kundrejt prindve të mi? A jam unë, ose ku jam unë me fëmijët mit? A jam e qartë derisa ata kanë qenë, nuk muj me thonë që kanë qenë rigoros, po kanë ditë aq mirë, kanë ditë me udhëheq familjen, sa që për njëve sot pak ma e fështirë për na duket. Ne si duket nuk dim të jemi prind të mirë. I duam pak më te për fëmijët dhe nuk vem kritere, ndoshta. Ndoshta te kriteret jemi pak më fleksibil. Ata kanë qenë të prerë dhe ndoshta e ke di që këto gjëra nuk bën me u vënu deri ora 11, 5 anë. Edhe me zgabot pysi isha mund të vënohem, është takti krym. Për neve pak pe marim pak ma normale, po ndoshta
tek e fundit inshallah janë shëndash edhe gjithë fëmijët, kushdo që i ka krejt bota. Kjo është me rëndësi. Dhash Zoti. Për fëmiri, mirë kemi kalu, kemi qenë familje e kompletume. Vajza mjaftushëm, djem mjaftushëm, mirë. Ju motrat e keni pas gjelozin me zvete, keni marrë robat e njëra tjetrës edhe jeni zënë për ato? Jo, arsia ka qenë se kemi vite në mes. Motra me motrën kemi vite në mes edhe nuk i kemi taku gatit njëtës gjenerat. Edhe kështu që jo, nuk kemi pas të lashe. Jo. Zakonisht ndodhin edhe të meshkujt për të femrat aq më tepër. Po, jo, nuk e kemi pas atë lashe, jo. Merita, fëmiria jote në Prishtinë, në cilën lagje? Unë jam lindë në lagjën e Bregu Diellit, edhe ta fitoj në lagjën e Bregu Diellit. S'pas ke bërë shumë ndryshime? Jo, ndryshime jo. Burin e kam ta në Skamenicës, po edhe buri ka në Prishtinë, jeton bashkë me mu. Bukur shumë. Bregu i Diellit, unë si student atje kam qenë në për një 150 shtëpi kam është e vërtetë, është lagje frekuentume prej... I e ki? është lagje frekuentume, sidomos me student. Po, përshëndesim gjithë ata që më Bregu Diellit. Ju pa tjetër zemër, ti e çdo herë partnerja ime shout. Unë shkollën fillore kam mbaruar Bregun e Diellit, shkolla fillore Ismail Qemajli, shkollën e mesme në shkollën e mjekësisë, 4 vite laborante biokimisë. Jam regjistruar në fakultet mjekësisë, po ka në situatë jo të mirë kur mbyllën shkollat në vitin 91, mandej nuk kisha mundësi me vazhdu studimet, ishte një kohë nuk dishim se çka po bëhet. Mandej kom vazhdu në fakultetin juridik, 2 vite, se mjekësia me fakultetin juridik nuk përshtateshin. Si Prishtina me Selanikun. Si Prishtina me... Jo, Prishtina me Selanikun me thonë se kam pak në gjashmëri, se kam gjallërinë e fakultetit, kurse ta që kom baru shkencat sociale. Kryesorja pas ke mbaruar periudha e 90-2000 për rinisë shqiptare, sidomos për studentore, ka qenë shumë e keqe. Shumë e keqe. Dhe Zoti mos ndodh asnjëherë. Bregu i Diellit dhe fëmiria jote, sigurisht, kur ti ke qenë e vogël, rrugicat kanë vluar nga fëmijët, nga ju, duke luajtur në rrugë, vajzat ato lojrat e tyre, djemtë të tyre. Ndërsa ta shka, ka fëmi rrugë apo s'ka? Ka fëmi rrugës, po është një ndryshim shumë i madhë, derisa në të kalumën prind nga kanë lutë me hy brenda, na sot i lusim fëmi të dilni. Me qëse, po janë të angazhumë shumë, po është janë ma shumë të orientumë teknologjinë, kompjuter, edhe pse tash nuk muj me thonë se jeta nuk është e gjallë dhe për fëmijët në Prishtinë, sidomos në lagjën e Bregu Diellit. Bukur shumë. Gane? Po. Kush e zbuloi talentin tënd? S'ka qenë e vështirë. Nuk ka qenë e vështirë se si familje... Më the që në shtëpi edhe këndonim ndër të tjera. Po, këndonim. Aty ku këndohet ka harmoni? Po, kjo është e vërtetë. Kena këndu gjithë, dhe më thonë si familje, kanë egzistu në familjen tonë, egzistu në edhe sot mbiljat muzikore, prej qiftelis, gitara, sharkia, defi, fyllit, gjitha me radhë. Edhe se cili kemi pas nga një instrument, se cili kemi këndu. Dhe me thonë në shkollë veç e dishin që ne si familje edhe jemi e gjanse dhe agjallartë kanë qenë. Kemi qenë shumë fëmi. Prej 4 vllaznive keme qenë dikon 30 fëmi. Ma të fuqishmit e mahallës. Kur zgudzon të me ju ngucë juve vajzave? Kemi qenë mjaftushëm djem, mjaftushëm vajza edhe shkolla Blashabani në Mitrovic, dhe me thonë ka përcjell shumë gjenerata të familjes me mbiemrin Aslani. Edhe dinin ata se ne jemi familje... Veç mi grije bra ndryshe paska. Po, nuk e di. Deshta dal... E kam mike mi grije, e kam mike. Arsimtari muzikët, në ta nuk e kishë shumë të fështirë për mu. Se e din të që veç kishin dëgju, pa. Veç kishin dëgju, veç... Mirë po, unë pata fatin që t'jem pak më kam gullse se të tjerët para meje, edhe me kam gullje kam dasht me u bo këngëtare, me u marrë me profesionin, edhe si këngëtare, jo vetëm shpe. Nuk ke gabu. Faleminderit. Përveç asaj që ti dukesh bukur, këndon bukur, flokët i ke shumë karakteristike që të bëjnë, edhe ai që nuk do të dëgjoj do të shef prej flokëve dhe do t'i kalon një refren i yti. Ne duam sonte që në këtë show, me orkestrën time të bukur, na interpretojsh diçka live. Gane s'kena për ty. Me kënaqësi. Faleminderit shumë.
krushqitu i pritja. Alallanan, tia po ma ban, shkova të lashmojnan, krushqitu i pritja. U dhe maroj pi, u dhe mar, halal gjinin pi, u dhe mar, u dhe maroj pi, u dhe mar, halal gjinin pi, u dhe mar. Halal bab, tia po ma ban, shkova të lasho bab, krushqitu i pritja. Halal bab, tia po ma ban, shkova të lasho bab, krushqitu i pritja. U dhe maroj pi, u dhe mar, halal mundin pi, u dhe mar, u dhe maroj pi, u dhe mar, halal mundin pi, u dhe mar. Halal vlla, tia po ma ban, shkova të lasho vlla, krushqitu i pritja. Halal vlla, tia po ma ban, shkova të lasho vlla, krushqitu i pritja. Me t'halaloj motër, u dhe mar, deda qenë në botër, u dhe mar. Me t'halaloj motër, u dhe mar, deda qenë në botër, u dhe E bukur dhe nostalgjike, a? Është këngë me plot emocion, ka për brenda shumë emocion. Shkaku është kë. Isha në Gyrbet, plot 8 vite. Kam shku në prill, edhe në 93-ën. Po në prill, në korrik më ka vdek nana. Isha 23 vjeqare, edhe kur jam këthy, tekstin dhe muzikën e kom bo on, një farforme ja kom pas borç, me i këthy të paktën për zvdekte, me i lyp nanës halal, se nuk e kom pa. Kjo është po. E kom pak shkire dhe me këndu edhe me interpretu edhe... Jeki, Se... edhe mu më prekja, bon pa gitarën. Nëna ime, nëna plaka. Po, nga emocionin e emocion. Po. Nëna ime, nëna plaka, këti gurbeti i dhe flaka,
shtëpina e shonanën e shoqërina. A ka qelë mojna qërshia, a ka pranver tash tek shtëpia, a ka qelë mojna mbehari, ta të shpinën vajzë më e para. Për gjithë nënat, Gane na emocionove. Unë nanën e kam gjallë, por kur i dëgjoj këngët për nënën, i ndjej, i dua, edhe lotoj. Është se për fëmijën prindi është gjithmonë i gjallë. Sigurisht. Në momentin që pavarësisht pse janë, çdo herë i kujton, çdo herë e kujton fjalën e tyne, bile kur i baj çdo vite, më shumë, në mosha jonë, mezomosha, Fillon të ngjash shumë me prindin. e pamundën është mos me tronë mend çdo fjalë, si e babës si e nanës, është e pamundën. Vetëm një nëna është një. Shkojmë pak atmosferë tash. Hajde me këngën tjetër, Gane. Shkojmë me këngën sot po bash nuse. Shqipën marë mu, dy tu pana ndërë kanë hy, re do t'jemë të ri, në balkoni jam të shiku, kanë ardhur Shqipën marë mu, sot po bahesh, nuse, me shavije, ruse, babat ka di, tu një hona, vaje djeli, sot po bëhesh nuse, me shamije, ruze, babat ka ti, duhe
kemi me dëgjuar. Faleminderit shumë. Ju orkestri Jehona, faleminderit shumë. Jehon, faleminderit shumë. Gane, hajde, ullu, unë e kthej mikrofonin. Aj, harova. Ullu, Gan. Faleminderit shumë. Merigler, urna. Gan, bukur. Këngë dasmash, se pa dasmat ne shqiptarët nuk kemi jetë. Këngë bukra, pak emocione. Kështu e ka jeta. Plumt, shumë mirë. Faleminderit ty për fesën. Se Ne jemi këtu, gati harova. ne jemi për ju. Merit. Gana tha që në shtëpi kanë këndu gjithë, nuk ka qenë letë për ta kuptu që Gana këndon bukur, dhe kjo ka qenë më e guximshmja e familjes të shkon deri në fund. Nuk duat më keq kuptosh, po Merita Bunjaku çdo herë mund ka asocu në Nazife Bunjakun, ndonse ty gjithë jetës shoh në ekran. Shoh në ekran, shoh në xhirime televizive, shoh në përdasma hengje. Po e ke zërin e fuqishëm si të Nazifes apo edhe më të mirë? Ne ngjajmë. Me Nazifja ka një zë shumë të fuqishëm, ka një ambitus, veshën e kemi absolut, ngjyrën e kemi të njëjtë, kështu që nuk kemi dallime shumë të mëdha. Nazifja ka qenë, mi ka hapë rrugë të mu, ka qenë e para në skenë, me qenë se nuk mujtë me thonë se une do shta në kratë Nazifës, e kemi pas talentin. Nuk ka qenë vetëm ja Nazifja në familjen tonë, edhe babën e kom pas instrumentalist me frymor, mandej me qifteli, edhe tre gjallartë e mi, edhe nana në fakt, edhe ajo ka pas një zonë shumë të mirë, gjithmonë kur i ka bo punë të shpisë, ka këndu një zonë shumë të ambël, mirë, po rrethon ata asoj kohë si kanë qenë. Pas ka qenë babaja ti mirë, se të kishë qenë dikush të kishë shumë shile. Jona ka kënash kur i ka bu punë gjithmonë, me atë zonin e saj shumë e ka pas zonin ambël. Edhe une, kumë fillu edhe unë heret me u marrë me muzikë. Kryesisht këngë folklorike, a? Këngë folklorike nuk muj me thonë, situata ka qenë, më varet prej rrethonave, në atë kohë shkëndu ma shumë kënga folklorike, mirë po dhe kënga qytetare, nuk muj me thonë se kemi këndu vetëm këngë folklorike. Cila qytetare? Po këngë të... Hajde, ma thuj një. Kur pata një lullet bukur, thash se do ta kem për her. I ku flutur, oj si flutur, edhe s'mujta me marre. Bravo, orkestri bravo. A, bukur. U maknitën pas zëritën dhe haruan. Mirë është kjo. Mirë është. Pjesëmarrjet e para ku ishin, si ishin? Me ta thonë drejtën, unë mendoj se këngëtari artisti lind artist, lind këngëtar. Gjithmonë fëmirin time e maj mend gjithmonë me muzikë. Më duket kur kujtimet i kam vetëm me muzikë, me këngë. Mandej vjen perfekcionimi, mandej kur e shë që e ki atë veshin absolut, kur e ki ngjyrën, kur e ki mandej edhe jenë edhe ata tjerë që interesohen për ty. Për shembull në shkollë, arsimtarja muzikës e ka vrej talentin tim, edhe pse nuk kam qenë i tip imponus, ose po kam kënu, kam qenë i tip pak ma i hapun. Edhe sot e kësaj dite nuk je, as ti, gjë që e të shmoj të ju dyja shumë. Faleminderit shumë. Mandej festat e shkollës, sjeri e më angazhu në shoqërinë minatori ri bashkë me Nazifen, mirë po rrethonat në cilat kom evoluon kanë qenë ndryshe, është mbyll radio televizioni Prishtinës në atë Minatori ria ka funksionu të Salla Borramis? Po, bashkë me Bajram Curin. A di që dhun? Uf, kjo policia. E që në ndërpreve. Mbaj me në minatori edhe... Po, Bajram Curi. Të dytë bashkë në palatin e Rinis. E Rinis, aty. A ka mundësi unë pak? Mu me më pyt? Jo. Mirë. Merita? Pyti vajzat nësa ata pranojnë. Mirë Mrama. Zënja Merita, a duhet të ndalohet artistëve të këndojnë playback, sidomos në për festivale? Artistëve që i thojnë vetit artist, kuptimin e plot fjallës, po. Po? A ke gënyu ndonjëherë për shumën që ke marrë në përdarsma, a e ke rritë çmimin? Me thonë të drejtën, nuk e kom rritë asë njëherë. Bile mu nuk ka njerë dhe me minimizu tatimet këto. Jemi publikisht. Jo, shkojmë në përdarsma pa pare. Me që se jam të paguj regullisht tatimin,
nuk e maj men kur ka fillu, atë mund me funksionu e paguj tatimin rregullisht. A jeni tipi komplikum? Tipi komplikum, s'po din çfarë aspekti, po menon tipi komplikum. Si person, a je Si person, i shikoj shumë detajet. Do më tanë po. Po, detajet po. Cili është momenti më i paharrum një jetën tënde? Ka shumë momente, po momenti ku ka ardhur një djali është momenti i paharrum. Këndë ndjen konkurenten më të madhe? Ganen. Nuk e besoj. Nuk është te konkurenca, secili këngëtari ka të kënaqësinë kur ta dëgjoj, ka të ngjyrën e vet, kështu që se ku mendu konkurrencën. Kënaqem kur të kënoj, po ti. Bravo. Po ju, zonja Ganimete, a do ta kishit lënë muzikën për hir të dashurisë? Jo, më varet për çfarë dashurie. Për dashurinë, nëse është dashuria ndaj familjes, po. Cili është ideali yt i lumturisë? Urna? Ideali yt i lumturisë? Ideali im i lumturisë. Ideali im i lumturisë. Po da ideali yt i lumturisë? Ideali im i lumturisë, kush më ban mu të lumton. Po, prap familja ime. Fëmijët e mi, bashkëshortja em, vëllezërit, motrat, prap familja ime. Më mirë një gënjeshtër e bukur apo një e vërtet e hidhur? Një e vërtet e hidhur, pa dyshim. A e mendoni se jeni më e mira dhe s'keni konkurrencë? Po. Jo, Po. jo. Thuj me Ganen, po. Jo, Se jo për kjo veç na elegancë. futet kështu. Jo. Do njerë duhet edhe kësaj me ato llovit pak. Jo. Çka urreni më shumë tek vetja? Sinceritetin e tepërt. Atëherë unë po largohem se s'kom hangër dajak. Ciao. Natën e mirë. Të dua. Edhe ne ty zemër. Betëm te ma kujtove se unë kam qenë student edhe unë pak kam ushtru të minatori i rije, pastaj shkova në Rami Sadik, se ne prej Mindurakut, po unë aty e njoh Nazifen. Po. Kupton të lidhi me Nazifen çdo herë prej koncerteve për e krejt. Më kujtojnë edhe shumë disa njerëz tash për momente s'u kujtojnë, po e di që ka qenë bo Ramizi aty Po, bëheshin ushtrimet. s'po si po drum. Po dikund, po. Se unë kam mbaruar një fakultet për shkup edhe një mbështim kështu. Po, mirë, mirë. E kështu që mandej e kom realizu albumin tim të parë, si sa du më kujtojt, albumin e kom realizu në vitet të 80-99, këtu në bashkë në televizionin e Shkupit, në televizionin e Shkupit, ka qenë një orar për orës 12 natës dhe në ora 4, për parat mëngjesit ka qenë është dash me rezervu orarin, kur nuk arro ishte dimën, ishe Në M2 garant ka qenë një nga studio, edhe sot e kësaj dite është rikëthuja jo studio, bile edhe disa, bëhen edhe disa muzika e disa filmave të Hollywoodit. Është studio që është një studio ka qenë një Balkani, Evropa ka regjistru. Po, një grup shumë e mirë. Isha e ftofun, si sot më kujtojt me incizu për shembull 9 këngë një programit ose 10, mrena një edhe kemi shku live me orkester, jam detyru me qenë se isha e ftofun për çdo këngë me rap për një tonalitet ma poshtë. Ai ka qenë ai programi i parë, mandej kom vazhdu me qenë se unë mbyllën radio televizioni Prishtinës, nuk ishte vend edhe ku mu promovu, mirë po fat mirësisht më kanë njohur njerëzit talentin tim në përmbrëmje koncertet e atërshme kanë qenë koncerte që s'harrohen, si në diasporë, si në Kosovë. E bukur. Mandej kom vazhdu me albume tjera, me programe tjera, po jo ndoshta aq sa është dashur mire, ma sa ndoshta kam pas dëshira dhe adhuruste që unë të shpërbleme ka në këtë mija, mirë, po jo me knaqë, me këtë që kam arriti tash. Sigurisht. Vitet e 90-ta për artin shqiptar, në përgjithsi për shqiptarët, po edhe për artin, kanë qenë vite jo të mira, lindën shumë artist, që ndoshta ndonjëherë edhe nuk duheshte të lindin dhe mbetën shumë artist të mirë. Po, edhe lindën edhe shumë artist që fatkeqësisht nuk e patën mundësi me u promovu. Ishte koha, sidomos mas viteve mandej 2000, kur filloj me u kultivu një art i keq, edhe fatkeqësisht u kriju një shije e keqe, një shije e ollë, që dhe sot asaj dite i përcjell edhe nuk rregullohet, kanë hyrë skenë tojnë si një lloj kancerit për mendimin tim. Merita, nuk dua ta them si lëvdat, po me që e përmende, u mbyllën mediat
ne këtu Servisi Shqip kemi qenë 3 orë program dhe morëm përsipër që të bëjmë një show program për këngëtarët e Kosovës, që nga 90-ta deri 2000-ta ka qenë special vetëm për artistët kosovarë dhe e kemi mbajt fjallën besën, ato show programe i kemi bërë strikt për artistët e Kosovës, pastaj Silvana Brace, një prezantuese shumë e mire të vëshës, i merte programet tona, mës them, unë i vidhshim në dhe i qonim atje, dhe ja plasonim popullit kosovar, që fatkeqësisht atëherë si jemi njofta, ma nuk kemi pas kontakte, sepse jo që ne kemi mbajt muzikën e Kosovës, po e kemi zbut pak sa do kudo, kemi prezentu projekte muzikore të ndryshme, kanë qenë gati se gjithë artistët në atë program, ka qenë dërmas shikumit, po e kemi bën ne këtu special veç për... Nuk ka qenë e lehtë as pak as për ju. Absolutisht, jo. Kanë qenë konat vështira edhe për ju, mirë po dëshira për të kriju vlera ka qenë shumë e madhe. I bashkangjiten plotësisht Meritës, sot shumë pak përkrohen vlerat, shumë pak prodhojmë vlera, ndoshta si nacion, e thash keq, prodhojnë vlera, se si jemi ne që prodhojmë vlera, po e mora si tanë si momentin që ka të tjerë, në mesin tonë, mesin artistëve që prodhojnë anti-vlera, natyrisht që edhe ne po prekemi, se edhe ne jemi artist. Keni nga një bagazh në shpinë që rëndon shumë, apo? Është fat shumë i madh për ne që kemi bagazhin tonë mbrapa, si ajo Merita, dhe më së tepër mi. Edhe ajo kur nuk respektohet, është shumë keq. Edhe kjo në mban, jemi mundu shumë mirë qysh me thonë me tjerë, shumë mirë, qka do që kemi plasu. Nuk ka qenë e lehtë as pak, për shkak se ndoshta opinioni është mësu ose ka kërku një diçka për te që te fare nuk e ki, as në gjenë nuk e ki, as në kry, as mendja nuk shkon për një diçka tim. Edhe ty të kërkohet, është e vështirë me i te i kalu këto gjëra të faza, po unë po shpresoj që edhe kjo, edhe në art, edhe sa i takon muzikës, po shpresoj që është kaluse. Është kaluse, mirë po për dikon ka me me gjithmonë pikë, se ka rase kur ka pas shumë këngëtare të mirëfillta që nuk kanë mujt, as nuk janë dëgju, as nuk janë promovu, ndërkohë që antivlerat kanë dalë sipër, edhe kanë dalë këngëtare, më vjen keq me thonë, po këngëtarët me vedije kanë agjedjeve, kanë marrë ndorë, në qujtë diva, në qujtë yjet muzikës, vlerat s'kanë qenë... Aty kanë fajt mediat që lindën pas luftës, duke menduar, sidomos në Kosovë, duke menduar se do të bëjnë gjithë shka, haruan një plejat të tërë që krijuan dhe ruajtën kulturën gjatë viteve të okupimit dhe nuk mund t'i akuzoj ata, po ju dhanë hapësirë dhe pikrish sot kemi diva e miva e gjithë shka, po life është life, këngëtari mirë është këngëtari mirë, unë kam qenë në mbrëmjet edhe të Ganes edhe të Meritës, a jeni në aheng, a jeni në dasëm, a jeni ku jeni, ju dini të bëni atmosferë, sepse gjdo gjë mund të marrin vokalin jo. Është arma kryesore çdo këngëtari. Merita për në kënë diçka live. Patjetër. Skena për ti. O moj dukane, po na e marrë
zona. Shindrica, dy tri loma. O, boj shindrica, dy tri loma. Pishin e kafe, me filgjana, hej, hej, hej. Pishin e kafe, me filgjana. Hajde. Lumtezja për ty, për sy e vina i shala vjena per. O, sy në hizi, lumtezja për ty, për sy e vina i shala vjena per. Lumbaca për ty, për sy e vina i shala vjena per. O, sy në hizi, lumbaca për ty, për sy e vina i shala vjena per. Faleminderit. Vazhdim të këndojmë një këngë. Shumë e bukur kjo. Faleminderit. Ne elementin nga ta apologu. Molla molla lije. Molla molla lije, synin sahat lije. Mall ku e gjete bashne djalito. Molla molla lije, synin sahat lije. Mall ku e gjete bashne djalito. Atje me një kohëtër, tuj mi lujt me lotër. Atje gjeta bashne
Qëfar këngë të bukra kemi, cilin do rajon që ta kapish, kanë karakteristikat e veta, kanë atë bukurin e vetë, je ki deshe të thush diçka këtuma? Jo, mirë. Hajde. E bukura, po jo pajtohesh me mua. Është interesant se është një këngë që vonë e kom njoftë si këngë mirë, po i ka disa vija që t'jep një lloj emocioni, pavarësisht se kush me çfarë rrymë është rrit, a rock, a pop, po megjithatë çdo këngë jone e bukur që i ka ato motivet tona ta jep një emocion pa përshkruar. Është e vërtetë. Të bën të ndjesh shqiptar, nga do që je. Po. E bukur. Merita, këtë që e dëgjuam tash dhe që e dëgjuam ganën, nuk mund të mohon askush. Jo, rastisht ju jeni dër më të kërkuarat e ahengjeve, edhe pëse këta të zbavicës kanë fillu kove të fundit këndojnë për dasma. Ku është problemi atyre? Tash më s'përmendi me emna, po... Po, është nuk mundemi me... Tash këngëtarët e muzikës popullor... Nuk mundemi me mohu si fakt, se po është shumë e vërtet. Ata mendojnë që ju fitoni shumë dhe duhen të hynë edhe na treg? Jo, nuk është ajo, nuk kisha me qujt, nuk kisha me i dhonë një të tillë drejtem. Roko, edhe të gjitha rrymat të tjera që nuk i takojnë pezan folklorit edhe popullores ose këngës qytetare, e kanë vështirë me u promovu. E kanë vështirë për hapësirë televizive, mos flasim, kemi njaftueshëm edhe ne pak hapësirë televizive. Mirë po ata kanë edhe më pak. Pastaj po blokohem për shkak se i kam artist. Janë artistët ata i kam koleg. Edhe natyrisht du me i mbrojt. Bash për kundrazi du me ju dal krase, është e vërtet kjo që po them. Është e vërtet për grupet e rokut kanë shumë pak vende për me u promovu vetë, kam mjaftueshëm artistat më dhej. Mirë po nuk ka vende ose lokacione ku ata kishin me u promovu. Pezam shembull është një diskotek tazam ose një kafeteri për tri ku i pranojnë disa prej grupeve. Nuk ju japin mundësi që çdo javë ta ketë nga një grup, sepse ka mjaftueshëm talent atri, ka grupe treja që me të vërtet meritojnë edhe me ndëgju gjenerata e re, sepse kultivojnë e kanë vlera. Gane unë, si Avni Qahili, jam strikt. Diskoteka, kafeteri, pop, rock. Po. Ahengje, dasma, restorane janë popullorët. Këto punë duen munda. Po, është e vërtet. Unë kisha me ndërlidhë. E kanë marrë, më duket sikur muzikën popullore si diçka e lehtë që gjithë mujnë me kënu. Muzika popullore kërkon shumë. Muzika popullore nuk është një muzikë që hajtë thotë unë e sot vëlla mu ka tek me shku me një darsëm, po du me shku në darsëm dhe po kënoj. Dasma është e shejtë. Njeri e pret një darsëm, ndoshta 20, 25 vjetë, 30 vjetë. Edhe vesh njëherë në jetë e edhe njëherë në jetë ndodhë. Dhe me shku sot një këngëtare me një vetë dijet plotë, që nuk ka aftësi, nuk ka kapacitet, edhe mja shkatru dasmën, nuk më muj me i kuptu, që tollat janë të amla për gjithë kanë mirë, por tollat fiton edhe gjithë qysh. Nuk e quj as pak të ndershme, nuk e quj as pak ndershme këngëtarët që nuk kanë kapacitet. Që nuk kanë kapacitet me shku me këndu me qenë se po mashtrohen edhe dasmor për mes emisioneve po i shohin. Unë një dasë në pashtë edhe playback. Po, ka këngëtare që i njojmë, këngëtare nuk du mjau të si kemrin, ato këngëtare kam pa vetën se tasht edhe pak mosha, nuk mujnë për shembull më tasht me luftu me këto treja. Mirë, po ato e kanë shfryznu në dashme si diçka që mujnë me hy. Unë nuk e di, nuk po mujnë mi kuptu. Jënë dasmor vetëm ata që i zedhen. Njëherë ju ndodhë, dështë a herën tjetër nuk kanë shansën. Avni, gjithë se cili ne promovojmë vetë vetën tonë. Edhe dhe me thonë, as unë nuk jam rrezik i Meritës, as Merita nuk është rrezik i ime. Absolutisht, jo. Të gjithë jemi të lindur, të ardhën këtë botë me mision. Nuk është Merita në asë një sekundë e rrezikume prej qëfar dhe qoftë këngëtare, i popullores, i folklorit, i rokut, se i ka adhurus vetë dhe folëm ma përpara për bagajin.
nuk është e rastishme momentin që aty në ju jipet raste edhe ata pse mës me shfrydzu. Aden, po du me thonë, nuk kanë faj ata, si kolegë tonë që i kemë, kapacitetin ja njofim, po janë të tjerat që ju japim mundësi edhe hapsim shumë, pse playback në ndasën. Unë nuk e kam të kjartë. Unë seriosisht, sinqerisht. Unë jam befa, unë jam qudit. Ndoshta edhe për këte edhe thash se u rejve të vetën tamë se jam shumë e sinqert. Sinqerisht po them, është shumë absurde, absurditet i lojit vetë, playback në ndasën. Në më thonë, mirë po, nuk kanë faj, ata që këndojnë playback në ndasën, kanë faj këta që u amundësojnë. Dhe me thonë, gjdo herë, faj është dikon. Jo, gjithkush e njeh muzikan. Një pjesë bukur e madhe popullit që vetëm në ekran atë që ndodh dhe nuk di çka është playback edhe live. Po. E veç kur e shef në dasëm bile ndonjë disa edhe nuk e kuptojnë që pas ka kënduar playback. Ti lëm këto. Sezona si është? Full? Mirë. Mirë jemi. Në Maqedoni kush tha dikush Ganimeta Aslani ka këndu të unë, tha dikush. Po mirë edhe këndej edhe në Kosovë edhe... Po, mjaftushëm kemi sa ne, sa këne. Sigurisht. Në thanë jemi shqiptar, kisha pas që më konë shqiptar, sa jemi a ne edhe këne. Edhe në numë. Po. Respektin e kemi mbi gjitha. Kjo është ajo që na mon, edhe unë falenderoj çdo shqiptar të Maqedonisë, kudo që është, aqë shumë na respektojnë, aqë mirë na presin, aqë ngratë na presin, sa që nuk e di ne kur të vinë a i presin ne, e na me punë po, se mundohemi në maksimum. Ndër lidhe me ganën për mu çdo dasëm është e shenjtë. Çdo dasëm, jo me thonë unë hajtë sot po kënoj të kjo se nesër, gjithmonë e kam orarin e caktuar, du me qenë e kthjellë, du me qenë mirë, me vokal të mirë, sikur të ky, sotria sot desmu, ose si taj tjetri, kështu që janë edhe disa norma që duhet më respektu, nështë ta na kuptojnë edhe dasë më të qenë se kemi respekt, mos të kishin qenë këta nështë edhe, na nuk kishim mujtë me promovu vetën. Jemi diku ka fundi. Po. Sa florimit për krah ty të menagjon, është ndim shumë e madhe bashkëtorti? Shumë është ndim e madhe, me ta thonë drejtën, unë ka njerë thëmë edhe vetë nuk dihër me jetë, se mësu dhe me florimin në stop, shumë për krah, shumë. Gane edhe Naimit? Shumë mire, thamë, Merita është problem për neve, edhe kur dali me bledë diçka për qefin ton, e kemi shumë problem, jo, zvjen shprej, jemi pytë se jo ta ma puna, po jemi mësu me ta, edhe jemi mësu mi pas gjithmonë për krah. Edhe kemi probleme ka me dali edhe me bledë diçka për vetën tem, nëse nuk e kam Naimin ofër. Jemi mësu me ta edhe dhe me thonë, shqyqyr zotit që janë, Shqyqyr zotit që ne ju kemi, jeni shumë të mira, këndoni shumë bukur, dhash zoti, gjithë jetës ta keni këtë zë, këtë pamje, dhe para se gjithash këtë mirësjellje, këtë buzëqeshje. Gane falemderit që ishe në kompromis? Falemderes. Merita falemderit që ishe në kompromis? Shumë falemderes. Të nderuar miq, ishte kompromis në të Ganimeta Aslani, Merita Bunjaku. Ne ndahemi këtu, sigurisht gjithë një me këngë dhe Jehona Band. Si Tirona, mome kuka si Tirona, kuka si Tirona, kuka si Tirona, kuka si Tirona, mome kuka si Tirona. Cameriero, cameriero, nu știi gota
gotat me shërbet e me hurmar, se me ty kam ranë së vëda. Kamarier, ush në gotat me shërbet e me hurmar, se me ty kam ranë së vëda. Kuka si Tirana, kuka si Tirana, kuka si Tirana, mome kuka si Tirana, kuka si Tirana, kuka si Tirana, kuka si ky shkupi, mome kuka si ky shkupi. Tirana,